Vija bregdetare e Shqipërisë prej vitesh po transformohet dhe po ndryshon për shkak të erozionit dhe faktorëve njerëzor. Në një reportazh të publikuar së fundmi nga TRT World, janë paraqitur faktorët që kanë ndikuar ndryshimet në vijën bregdetare. Një rast konkret është i vijës bregdetare në Velipoj. Profesori gjeografisë Ervis Krymbi u shpreh se ndërhyrja pa kriter në rrjetin hidrografik të lumenjve prishin ekuilibrat në natyrë dhe ndikojnë negativisht në territor. Ai u shpreh se paralelisht si njeriu dhe natyra po ndikojnë në këto ndryshime që po shihen ndër vite në Bregdet. Ndryshimet klimatike dhe me ndihmën e dorës së njeriut po ndikojnë shumë në vijën bregdetare, e cila vit pas viti shihet edhe me sy të lirë. Profesori gjeografisë Klodian Skrame e përshkroi fenomenin si një kamion që udhëton me 200 km/h dhe se në momentin që do të ndaloj, mjeti do të ecë sërish pak metra më tutje. Sipas tij, edhe nëse merren masat që sot impakti do të jepet pas një dekade, erozioni është në një fazë të avancuar dhe fillimisht duhet ndaluar dhe më pas të rikuperohet.